Përshëndetje miq, jemi live në World News. Unë jam Linda Karadaku. Do të flasim natyrisht sot për samitin e NATO-s. Presidenti amerikan Donald Trump rriti në Ankara, ku u prit në aeroport nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ata patën edhe një konferencë shtypi me shumë pak të folur në fakt nga presidenti turk dhe shumë gjatë nga presidenti Trump, i cili foli për një numër çështjesh, që nga triliona dollar që Shtetet e Bashkuara paguajnë për NATO-n, deri në çështje që kishin të bënin që nga Ukraina deri tek Groenlanda. Në fakt, presidenti Trump në fillim vlerësoi shumë presidentin turk Erdogan, duke i quajtur atë një njeri të fortë, një lider të fortë dhe të respektuar në të gjithë botën, ndërkohë që foli gjithashtu për atë që ai e quajti besnikëria e Turqisë ndaj Shteteve të Bashkuara, e quajti një aleate më besnike se shumë vende të tjera. Tha gjithashtu se nuk do të kishte marrë pjesë në samit, por nuk mund të refuzonte ftesën e liderit turk. Presidenti Trump tha se ishte shumë i zhgënjyer me NATO-n dhe nëse samiti nuk do të mbahej në Turqi, ku miku im, tha ai, është një lider shumë i fortë, është e mundur që të mos kisha ardhur. Foli gjithashtu se edhe theksoi në fakt se administrata amerikane po shqyrton mundësinë e shitjes së avionëve luftarak F-35 Turqisë, pavarësisht ndalimit të miratuar nga Kongresi Amerikan, pasi Ankaraja kishte blerë sistemi rus të mbrojtjes ajrore S-400. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ka njoftuar gjithashtu se sanksionet amerikane ndaj Turqisë, të vendosura pikërisht për shkak të blerjes së këtij sistemi rus, do të hiqen së shpejti. Natyrisht, presidenti Trump foli për vendet evropiane dhe pakënaqësinë e tij të thellë me vendet evropiane, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar triliona dollar për mbrojtjen. Komentoi gjithashtu marrëdhëniet me kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe ka folur në fakt për atë që ai e quajti refuzim të Italisë për të mbështetur operacionet kundër Iranit. Ka folur gjithashtu për Groenlandën, duke thënë se nuk e ndihmon Danimarkën dhe se Danimarka nuk shpenzon para për të ndihmuar vërtet Groenlandën, por është një pjesë e rëndësishme nga Shtetet e Bashkuara, tha ai, për Shtetet e Bashkuara në fakt, dhe kjo duhet të kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara dhe jo nga Danimarka, sipas presidentit Trump. Ai tha gjithashtu, fjalë për fjalë, se kur ata nuk do të pajtoheshin me këtë dhe me të gjithë aparat që shpenzojmë për t'i ndihmuar ata në lidhje me Rusi, nuk kemi pse të shpenzojmë para, mund t'i largojmë të gjithë ushtarët tanë nga Evropa. Është folur gjithashtu për çështjen, siç e tham, edhe të Groenlandës, ndërkohë që një numër çështjesh të tjera pritet që të diskutohen në samit sonte, ku do të jetë një darkë shumë e rëndësishme e shtruar e organizuar nga presidenti Erdogan, natyrisht për presidentin Trump, për aty marrin pjesë liderët e botës tashmë që janë antarë të NATO-s, por jo vetëm, dhe gjithashtu edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Do të flasim pak më vonë për deklaratat e presidentit Trump për një zgjidhje që, siç e ka thënë ai, është më afër se sa e shohin njerëzit. Ndërkohë, lajmet më të fundit, të minutave të fundit që kemi pasur sot, është gjithashtu dorëheqja e Nigel Farage, njeriu që simbolizon në fakt nxjerrjen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, pra të Brexitit. Ai ka dhënë sot dorëheqjen si deputet në Parlamentin Britanik, por ka thënë se do të kandidojë sërish në parlament. Ka cituar një numër rreziqesh për sigurinë e tij dhe të familjes së tij, duke që ishte shumë i zemëruar Nigel Farage, por gjithsesi do të shohim nëse kur të rikandidojë, a do të fitojë apo jo. Dhe ndërkohë, ne natyrisht do të vazhdojmë të flasim për atë që vazhdon të mbetet zhvillimi kryesor sot dhe që ka të bëjë me samitin e NATO-s në Turqi, pra në Ankara të Turqisë. Kush ka shkuar për të marrë pjesë, cilat janë çështjet kryesore që diskutohen dhe natyrisht kontrata miliarda dollarësh që kanë të bëjnë me industrinë e mbrojtjes. E ndjekim këtë material dhe do të rikthehem për ta diskutuar me të ftuarit e mi për sot, që do të më bashkangjiten nga studio dhe nga Turqia. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi.
Turqia pret udhëheqës nga 32 vendet të NATO-s për samitin më të rëndësishëm të vitit. Presidenti amerikan Donald Trump boriti në Ankara me Air Force One. Autoritetet kanë rritur masat e sigurisë në të gjithë kryeqytetin turk përpara takimit, duke barikaduar pjesë të mëdha të qytetit dhe duke mbyllur rrugët. Në fokus të këtij samiti 2 ditor është rritja e kapaciteteve ushtarake të vendeve europiane që janë anëtare NATO-s dhe lufta në Ukrainë. Në forumin e industrisë së mbrojtjes, Shtetet e Bashkuara dhe një grup vendesh europiane firmosën një deklaratë për zgjerimin e prodhimit të raketave AMRAAM, një nga municionet më të rëndësishme të mbrojtjes ajrore të NATO-s. Në sekretari Amerikan i luftës, Michael Duffy, deklaroi se iniciativa synon modernizimin dhe zgjerimin e zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë më shumë industri europiane në prodhimin e raketave. Sipas burimeve të Reuters, Washingtoni po diskuton me Gjermaninë dhe vende të tjera europiane ngritjen e linjave të përbashkëta të prodhimit të raketave AIM-120 AMRAAM, si dhe një qendër mirëmbajtjeje për raketat Patriot PAC-3 në Europë. Paralelisht, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, prezantoi një sër nisma shumë miliardësh që synojnë forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe rritjen e bashkëpunimit mes vendeve aleate. Disa aleat janë angazhuar të punojnë së bashku për të blerë, magazinuar, transportuar dhe menaxhuar rezervat e materialeve, komponenteve dhe produkteve të ricikluara kritike për mbrojtjen. Ky projekt tregon besimin e fortë të aleatëve se qasja bashkëpunuese është mënyra më e mirë për të rritur sigurinë. Në fokus të forumit ishte edhe kërcënimi në rritjen nga dronët. Kreu i NATO-s njoftoi krijimin e nismës NATO Drone Age, e cila synon zhvillimin e sistemeve të avancuara për zbulimin, identifikimin dhe neutralizimin e dronëve. Po ndërtojmë mbrojtje të fuqishme kundër dronëve për t'i zbuluar, identifikuar dhe neutralizuar ata. Kështu mbrojmë 1 miliard qytetar tanë nga e gjithë gama e kërcënimeve që vijnë nga dronët. Sot po lançojmë nismën NATO Drone Age, përmes saj aleatët do të investojnë mbi $40 miliard gjatë 5 viteve të ardhshme për të forcuar kapacitetet e tyre në fushën e dronëve. Nismat e prezantuara në Ankara vijnë në një moment kur vendet anëtare të NATO-s janë përballur me kritika nga shefi i Shtëpisë së Bardhë për shpenzimet e mbrojtjes dhe mungesën e mbështetjes së tyre për operacionet ushtarake kundër Iranit. Dhe rikthehemi në studio për të diskutuar një nga një ato që ishin në fakt çështjet kryesore që kishin të bënin dhe kanë të bëjnë ende, natyrisht me samitin e NATO-s në Ankara të Turqisë. Lidhemi njëherë me Sokol Brahaj që na bashkangjitet nga Turqia. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Përshëndetje, faleminderit. Ndërkohë që në studio jam me zotin Xhavit Shala, është ekspert i sigurisë, profesor. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ta nisim nga Turqia, aty ku edhe po zhvillohet samiti. Ne sapo dham edhe u përpoqëm që të përmblidhnim pothuaj gjithçka që u tha nga presidenti Trump në atë konferencë shtypi bashk me presidentin Erdogan. Çfarë ju bëri juve më shumë për shtypje? Kishte diçka që dilte jashtë pritshmërive të temave që pritet të diskutohen atje? Në fakt tash po flasin mes 2 delegacione, pra të zotit Trump dhe të zotit Erdogan në palatin presidencial Beştepe të Ankaras, vazhdojnë ende biseda në grup, por ajo që ishte shumë interesante ishte që zoti Trump tha që tashmë për një mik të tillë si Turqia dhe si Erdoganin nuk duhet të kemi sanksione, pra duhet të heqim sanksionet kacat, të cilat janë shumë problematike këto 8 vitet e fundit mes marrëdhënieve SBA-Turqi, por me sa duket do fillojnë të zbuten dhe si lajmet e fundit tashmë pas takimit kokë më kokë Erdogan-Trump, prononcime zyrtare të presidencës janë që Trumpi ka thënë që po fes aviona F-35 do të nisen shumë shpejt për Turqi, drejt Turqisë, por dhe kjo në fakt tregon atë që Trumpi ka thënë që një muaj që nuk do shkoja në samitin e NATO-s, por po shkoj për Erdoganin dhe nuk të takimet qoftë në pritjen e tij në aeroport, por edhe në palatin presidencial turk. Trumpi nënvizoi këtë që jam shumë i zgënjur nga po të thuash nga gjithë Europa, sepse nuk ishin pranë nesh, por Erdogani dhe një lider i fortë dhe një ushtri shumë e fortë
është gjithmonë pranë nesh dhe kemi pas disa mangësi në marrëdhëniet tona në dekadën e parë, por duke përmendur edhe një pastorin Bronson që u patë krijuar ato krizat që janë tashmë deri më sot dhe atje një zgjuarësi e diplomacisë turke dhe një mençuri e presidentit Erdogan arritmi që të rikthejnë përsëri marrëdhëniet tona më të mira se sa ku kanë qenë dhe tashmë duket që NATO-ja i besohet më shumë Turqisë se sa Europës. E kuptoj. Ndërkohë, kam profesorin këtu, profesor Shalën në studio. Juve çfarë ju bëri më shumë përshtypje? Kishte diçka që dilte jashtë pritshmërive nga ato që tha presidenti Trump? Shiko, presidenti do të shikojë në dy nivele, në raport me Turqinë dhe në raport me samitin, me vetë samitin, sepse kishte një vizitë shumë e rëndësishme përveç samitit ishte edhe marrëdhëniet me Turqinë. Duket ai ka ridimensionuar dhe vetë Turqia ka ridimensionuar pozicionin e saj në raport me NATO-n. Pra është bërë një aktor i rëndësishëm në krahun jugor të NATO-s. Kjo lidh edhe me pozicionin strategjik të Turqisë si një udhkryq edhe si e afërt tashmë si një e afërt me luftrat që janë zhvilluar me Ukrainën nëpërmjet detit Zi edhe me linjën e mesme, por edhe me ndikimin që ata patën në vendosjen e paqes në Gaza. Pra, do ta çoja që është një arritje e madhe për politikën e presidentit Erdogan, është një fuqizim i rolit të tij dhe të Turqisë, sidomos vendimi i presidentit Trump për heqjen e sanksioneve dhe për ripërfshirjen e Turqisë, sepse Turqia ka qenë e përfshirë në programin e avionëve F-35. Eksakt, të ndalojmë pak këtu, profesor, të ndalojmë pak tek F-35-at. Sokol, e njëjta gjë edhe për juve, unë do doja që të vazhdojmë të diskutojmë pak këtë, sepse në fakt Turqia, siç e thatë edhe ju, prej pothuaj një dekade tashmë i kërkon F-35-at, janë shumë të rëndësishme, ndërkohë për shkak të blerjes së një sistemi rus nuk ka arritur dhe ka çuar edhe në këto që në fakt janë sanksione ushtarake ndaj Turqisë për ta sqaruar edhe për shikuesit tanë. Ndjekim pak çfarë është çështja, cila është çështja e avionëve F-35 dhe çfarë flet, çfarë thot administrata amerikane dhe do doja që të vazhdojmë ta diskutojmë pak bashkë. Presidenti i SBA-s Donald Trump pritet ja mbështetjen e tij për shitjen e mundshme të avionëve luftarak F-35 në Turqi gjatë një vizite në Ankara, edhe pse pengesat ligjore dhe nga Kongresi ende nuk janë sidur plotësisht. Ky veprim do të ishte gjesti më i madh deri më tani nga Trump për presidentin turk Erdogan, të cilin ai e lavdëron rregullisht dhe sheh sinjale të ngushtë. Të dy vendet kanë gëzuar marrëdhënie më të ngrohta që kur Trump u rikthye në detyrë vitin e kaluar. Pavarësisht të marrëdhënies së ngrohtë, blerja e sistemit rus të mbrojtjes ajrore S-400 nga Turqia në vitin 2019 ka mbetur një pikë e dhimbshme në marrëdhënie dypalëshe. Në përgjigje të blerjes së Turqisë, Washingtoni në vitin 2020 vendosi sanksione ndaj një kompanie të madhe turke të mbrojtjes dhe e hoqi Turqinë nga programi i avionëve luftarak të fshehtë F-35, ku Ankaraja ishte gjithashtu një partner prodhimi. Kongresi gjithashtu miratoi një ligj që ndalon çdo shitje F-35 në Turqi, për sa kohë që Ankaraja mbante S-400, duke thënë se sistemi rus përbënte një rrezik sigurie për avionët luftarak të prodhuar në SBA. Aktualisht ligji amerikan nuk i lejon Turqisë të operojë ose të zotërojë sistemin S-400 nëse dëshiron të ribashkohet me programin F-35. Një zgjidhje që ka fituar terren në javët e fundit është dërgimi i sistemit rus në një vend të tretë. Megjithse një marrëveshje për këtë ende nuk është nënshkruar, sipas zburimeve, të cilat kërkuan anonimitet për të diskutuar çështje të ndjeshme. Nuk ishte e qartë nëse një veprim i tillë do të pranohej nga Rusia, e cila kërkon detyrime për përdoruesit fundor në shitjen e armëve. Kur Trump u pyet në fund të muajit të kaluar nga gazetarët nëse do të kishte ndonjë dhuratë për Turqinë, ai tha: "Ndoshta do të bëj diçka që do t'i bëj ata shumë të lumtur." Duke folur për krah Trump, zëvendës presidenti J.D. Vance tha se një shqyrtim ishte duke zhvilluar për të parë nëse Turqia ishte në përputhje me ligjet e SBA-s në mënyrë që të mund të merrte avionët luftarak F-35. Atëherë, rikthehemi për ta diskutuar, nuk është thjesht një çështje avionësh. Është shumë e madhe siç edhe e pat në këtë material.
Sokol, do doja t'ju pyesja juve së pari. A ishte ky premtimi presidenti Trump, parasisht ne sqaruam, është edhe kongresi në mes dhe duhet të kaloj në një procedurë zyrtare të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, a ishte një dhuratë për presidentin Erdogan dhe është kjo dhurata që priste presidenti Erdogan? Po në fakt gjatë tyre 7-8 viteve, gati një dekadë që debatohet për blerjen e Turqisë të S-400-shit, dhe pse jo S-300, ku S-300 kanë pas edhe antarë tjerë të NATO, sepse u bë kaq problematike S-400, në fakt ka mendime të ndryshme dhe nga analistët e teknologjisë ushtarake, shumë analistë, domethënë edhe nga Bruxelles, nëse shohim disa shkrime shkencore, thuhet që në fakt kjo nuk është marrë vetë me dëshiren e Turqisë kundra Amerikës, por është marrë për të zbuluar sekretin e S-400 pra të NATO-s, dhe nëse pastaj shkojmë në luftën e Rusisë, po ashtu edhe të Iranit, duket qartë që NATO-ja, pra krahu i NATO-s në këtë sistem mbrojtje S-400 që ka marrë Turqia, që Turqia është inventari e NATO-s, kanë arritur që ato të jenë mos funksionale në mbrojtjen e zonat e tyre, dhe kjo pa shumë mirë edhe në Moskë, edhe në Teheran, por edhe në Venezuelë. Kurse nëse i kthehemi tek këto, në fakt diplomacitë janë pak më ndryshe se sa politikat e brendshme të një shteti, ku dihet mirë që post gjeneratës të 5 dhe të 6 është edhe prodhimi turk Kan, domethënë prodhimi i avionit turk Kan, i cili është po të thuash deri aty, dhe në fakt edhe bëhet me lejen e Amerikës, sepse motorat nuk lejohen Turqisë të prodhojnë. Edhe pse zoti Erdogan thotë është produkt turk 100%, dihet domethënë se në numbrellën e NATO-s nuk mundet të prodhosh çfarë të duash, se tashmë 104 motor të këtyre avionit, të cilat kanë bërë porosia edhe shumë vendet e NATO-s, tashmë do i dërgohen Turqisë direkt pas këtij samiti, e cila me sa duket edhe këto sanksionet thjesht, që thatë edhe që nuk është thjesht vetëm aviona normalisht, por tashmë në këto summit po flitet, pra nëse i referohemi edhe edhe falni Vance, por edhe Hakan Fidanit, ata thonë që kemi gjetë një zgjedhje se si do të largohet në thojza nga toka e NATO-s kjo S-400. Duke u dërguar në një vend të tretë, ishte një ide e hedhur, paktën nga ajo që kemi parë lexuar. Po, ka qenë domethënë ajo ideja e tillë, por bëhet fjalë që edhe Irani është domethënë interesuar për këtë temë, por normalisht janë edhe burime sekrete patjetër, të cilat edhe ne kemi shumë të vështirë ta kuptojmë, por që do të eksportohet apo do të eliminohet në një vend tjetër, kjo duket e qartë, dhe kjo pa ardhur vjesht, do të bëhet kjo. E kuptoj. Ndërkohë, profesor, pyetja për juve po aq ndoshta më e sigurisë se sa një çështje politike apo diplomatike. Çfarë mund të bëhet me atë sistem antiajror të marrë Su-400 apo Su-300 të marrë nga Rusia? Se për të përdorur, ajo po duket qartë që nuk mund të përdoret, prandaj kërkohen sistemet amerikane. Atëherë Turqia është një shtet i fuqishëm, një shtet që bën edhe politikë pavarur. Është një shtet antar i NATO-s, po jo gjithmonë zbaton vendimet e NATO-s. Në atë kohë, Turqia, para 10 vitesh, Turqia kërkoi sistemin Patriot. Kërkoi ta blinte me këmbgulje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në fund fare janë politika e saj të sigurisë kombëtare për të fuqizuar, për të patur sisteme të fuqishme antiraketore, duke patur parasysh që rajoni ishte tepër i ndezur, fuqitë e tjera rajonale kishin prodhuar sisteme raketore të fuqishme, raketa si duke filluar që nga Irani, ashtu edhe Izraeli, por edhe vende tjera që kishin blerë, kështu që Turqia për Turqinë ishte i domosdoshëm një sistem mbrojtje i përmasave të tilla. Dhe në përplasje me edhe në atë kohë fillimisht u miratua projekti. Se është me rëndësi, çfarë mund të bëhet tani? Bëhet fjalë për armatime gjithsesi, vinë nga Rusia, por janë armatime të sofistikuara. Çfarë ndodh me to? I shiten një vendi të tretë? Nëse këto nuk mund të sistemi i NATO-s nuk pranon të integrojë dhe nuk mund të nuk futet të integrojë. Tashmë ajo do janë shpenzime që kanë kaluar shtetit turk ato, por që për ta rregulluar këtë ata mund t'i rishesin. Por rishitja tashmë duhet me miratimin e Rusisë. Pra përdoruesi fundor duhet të marrë miratimin aktori fundor që duhet i përdori, duhet të marrë miratimin e Rusisë. Kështu që kjo mund gjendet, por ose mund të ngelen stand-by derisa të dalë
koha dhe mund gjendet një mënyrë, mund të aktivizohen ose të dalin jashtë funksione tjera. E rëndësishme është që Turqia po rikthehet në klubin e F-35-ës dhe besoj se ajo ka zhvilluar edhe avionet e saj pa pilot, pra është shumë e fuqishme në atë kohë. Ka patur edhe intriga, nuk ka qenë thjesht se 400, kjo ishte kulmi, po ka patur edhe... E diskutojmë, sepse këto tani po të hymë në këtë lloj historie, dhe nga ju që lexojmë dhe shikojmë se si janë shitur, pse janë shitur dhe çfarë ndodh përfundimisht me to, janë teori shumë të mëdha konspiracioni. Më mirë të qëndrojmë te kjo ditë e sotme një herë. Doja të thoya që Turqinë kanë lobuar që Turqia të përjashtohet nga klubi F-35-s dhe shtete tjera. Por është aty tani, sipas asaj që po thotë presidenti Trump. Dhe bile janë atemon atë kohë dhe për çështjet të demokracisë turke. E kuptoj. Të qëndrojmë te samiti NATO, se për këtë jemi sot. Ndërkohë, Sokol, unë do doja të pyesja, por pasi të kemi parë një material që ka të bëjë në fakt me ato që u quajtën sanksione ushtarake ndaj Turqisë, pikërisht lidhur me blerjen e këtij sistemi anti-ajror, kundër ajror nga Federata Ruse, dhe do doja që të na jepni një informacion më të fundit, pra si po vazhdon atje samiti NATO-s, çfarë po ndodh tani, ju na thatë, na e konfirmua që delegacionet e amerikane dhe turke vazhdojnë takimin në pallatin presidencial. Nëse ka ndonjë informacion tjetër çfarë do të ndodhë sonte, dhe mbi të gjitha për ato që natyrisht jemi të interesuar, por edhe kurioz. Ajo darka e madhe e famshme organizuar nga presidenti Erdogan, ku do t'jenë liderët e kësaj pjese të botës, pra të perëndimit, por edhe presidenti Zelenski i Ukrainës, por edhe zyrtarë të tjerë të lartë, pra dignitaries, siç quhet, pra personalitete nga lindja e mesme. Të ndjekim këtë material që ka të bëjë me këto sanksione dhe rikthehemi për të folur për gjitha këto. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha javën e kaluar se Erdogan dhe Trump ndaj një vullnet fort politik për të hequr sanksionet e SBA-s të vendosura ndaj Turqisë, megjithëse ata refuzuan të përcaktonin një afat kohor. Në dhjetor, ambasadori i SBA-s në Turqi, Tom Barak, tha se lidhjet e ngrohta midis dy udhëheqësve ndihmuan palët të zhvillonin bisedat më të frytshme që kemi pasur mbi këtë temë në gati një dekadë. Trump do të përballej me kundërshtimin ndaj një veprimi të tillë brenda dhe jashtë vendit. Gjatë një interviste të hënë në Fox News, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kundërshtonte çdo shitje ushtarake amerikane për Turqinë. Nuk mendoj se atyre duhet u jepen F-35 ose motorët për avionet e tyre luftarak, tha ai duke paralajmëruar se ky veprim mund të prish ekuilibrin e fuqisë në lindjen e mesme. Lajmi vjen vetëm pak javë pasi administrata Trump njoftoi zyrtarisht Kongresin për qëllimin e saj për të shitur 10 motore aktiv me vlerë më shumë se $400 milion për avionin e parë luftarak vendas të Turqisë, të quajtur Kan. Disa ligjvënës nga Kongresi i SBA-s kanë ngritur kundërshtime, por administrata zgjodhi të vazhdojë me shitjen gjithsesi. Dhe rikthehemi për të vazhduar diskutimin për këtë që është ndoshta nga ngjarjet më të mëdha të vitit. Sokol, çfarë po ndodh aty? Domethënë edhe takimi që vazhdon në pallatin presidencial, por edhe çfarë presim sonte nga darka. Apo në fakt tashmë na ka nda një orë, mbas një orë të jetë darka më madhështore të gjithë karrierës politike të zotit Erdogan, i cili tashmë po feston edhe po afrohet 25 vjetori i tij në qeveri i vetëm, dhe kjo është shumë domethënëse darkën e ka bërë me First Lady turke zonjën Emine Erdogan, të cilat do të shtojnë e gjithë kuzhinën tradicionale qindra vjeçare apo shokullore të Turqisë në këtë darkë. Do të kemi fjalimin edhe të zotit Erdogan dhe të zotit Rute, pra sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, por nuk do të kemi të paktën pronësim në zyrtarë dhe tani që nuk do të kemi shumë fjalime. Do të flasin vetëm ta dy, kurse në mëngjesin e nesër, pastaj do të fillojnë edhe asambleja ashtu siç duhet. Ata gjërat të rëndësishme që do të jenë në këtë darkë, në fakt do të shohim nga dy ana apo nga tre anë para, ardha e zotit Trump në Turqi ka fuqizuar jashtëmase edhe vetë postin e zotit Erdogan në politikat e mresh, edhe pse kritikohet për qindra mijë arrestime që janë bërë të ditët e fundit.
po ashtu edhe sikur nëse shohim me gjuhën e diplomacisë e Trumpit që nga zbritja e avionit deri më tani, duket që ka lënë edhe mesazhe qoftë për Europën, por qoftë edhe për Izraelin, të cilat dihet domethënë që të dy pjesët janë pak të ftohura me Turqinë, e cila këtu Washingtoni dhe vetë zoti Trump thotë që po ne jemi pra me Turqinë dhe pranë Turqisë, ndoshta kjo falë geopolitikës turke dhe është krejt normale, sepse është i vetmi vend i NATO-s i cila ka arritur gjatë gjithë këtyre viteve në të gjitha luftrat në rajon të jetë bisedues me të gjitha palët, pra duke qenë një anëtare e NATO-s. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, do të jetë aty në këtë darkë sonte. Të paktën këto janë informacionet që kemi, apo jo? Po, presidenti Zelenski është ndër të paret musafir që kanë zbritur në Ankara, i cili edhe aeroporti është 1.5 kilometra larg pallatit presidensial dhe është hapur enkas për këtë summit dhe tashmë do të jetë vetëm për VIP, pra për lideret botëror që do të vinë të vizionojnë Ankaras, dhe Zelenski është aty dhe nëse shohim të gjithë atë prononcimet e tij që ka bërë paktën deri në këtë orë, ai është duket sikur ka një joker të madh në dorë, e cila me të vërtetë që ka joshur edhe Amerikën, por edhe Europën dhe shumë vende të tjera të botës, që është i vetmi lider që pas luftës së dytë botërore ka arritur ta kallin, pra ta djegun në Moskën realisht, dhe me të vërtetë që tash pret një mbështetje shumë më të madhe qoftë nga Amerika, qoftë nga Europa, ku Turqia normalisht që ndihma e Turqisë ka qenë vazhdimisht me Kievin, dhe zyrtarisht nuk kanë pranuar kur as atë pushtimin e Krimes. E kuptoj. Ndërkohë, Sokol, ajo që thej pak më përpara është në këtë darkë do të shtrohen gatimet shekullore të Turqisë, pra do të bëhet çdo përpjekje që presidenti Trump të jetë i lumtur aty, apo jo? Ke ndonjë informacion cilat janë ato kryesoret, se kemi parë në vende të ndryshme, për shembull në Kinë ka qenë aerosa kineze, këtu ka ndonjë gjë të veçantë? Këtë do jetë i qike miksume, dhe më thënë që nga koha e Osmanlit deri në ditët e sotme, nuk do t'jenë ata qoftet e kebabet e mlaja, dhe më thënë sikur i shofim në filmat e Ertugrullit, do t'jenë pak më të vogla, ndoshta më moderne për shkak të dieteve që majnë të gjithë lideret, por do të jetë perfekte, por besoj që pak, dhe më thënë, minuta para se sa t'i fillojnë darka, do të shfaqen edhe video nga ushqimet apo edhe fotografi. E kuptova. Ndërkohë, dua që të vazhdojmë edhe pak në këtë pjesë, profesor. Darka të tilla, përtej shakas dhe përtej batutës, janë shumë të rëndësishme dhe vendime shumë të rëndësishme janë marrë në darka të tilla. Mendon që për Ukrainën në veçanti, kjo darkë do të jetë shumë e rëndësishme? Po këto darkat janë të rëndësishme sepse janë diçka midis anës formale dhe informale, domethënë është i paraprin takimit zyrtar pastaj. Dhe janë të rëndësishme normalisht se edhe shkëmben mendime pa protokoll aty. Edhe kjo pastaj i krijon avantazhe të mëdha pastaj që çështja të zgjidhet pastaj ose të shtrohet në takime zyrtare, por edhe në materiale që mund të përfshin edhe në deklaratën përfundimtare. Këto gjithë, sido që të shkojë, është të rëndësishme që summitet të dalin me një deklaratë. Është shumë e rëndësishme një deklaratë ku palët angazhohen që kanë një vizion të përbashkët, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe vendet evropian kanë një vizion, edhe Kanadaja kanë një vizion të përbashkët për të ardhmen e NATO-s. Kjo është shumë e rëndësishme, e dyta për luftën në Ukrainë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, por edhe për se çfarë do bëhet me angazhimin e tyre për konfliktin në Gjirin Persik. Pra sepse mund për të rregulluar edhe ato raporte me presidentin Trump, ata mund të marrin angazhime për garantuar sigurinë e lundrimit në Gjirin Persik. Në Hormuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Të qëndrojmë pak tek Ukraina, edhe juve dhe Sokoli nga Turqia, ne po e diskutojmë dhe presim që sonte të jetë një temë e rëndësishme përtej darkës edhe ushqimeve tradicionale turke. Në fakt, presidenti Trump ka bërë disa deklarata në lidhje me çështjen e Ukrainës dhe diskutimet, ka folur gjatë fundjavës, qoftë me presidentin Putin, qoftë me presidentin Zelenski. Dhe është interesante të shihet sepse fjalia që ai thotë është që zgjidhja është më afër se sa njerëzit mund ta shohin. Çfarë nuk kupton kjo? Ndjekim materialin vazhdim dhe rikthehemi për ta diskutuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shprehet optimist për mundësinë e përfundimit të luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një zgjidhje është më afër se sa njerëzit e mendojnë.
Deklarata vjen pas bisedave telefonike të zhvilluara gjatë fundjavës me presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky. Well, I think he does feel pressure. Mendoj se jemi shumë më afër përfundimit të kësaj lufte se sa njerëzit e kuptojnë. Presidenti Putin dëshiron që ajo të marrë fund, e them këtë me bindje. Edhe presidenti Zelensky dëshiron që lufta të përfundojë. Do të jemi në samitin e NATO-s dhe do të flasim për këtë. Besoj se do t'ja dalim të japim fund. Ka qenë një situatë e tmerrshme. Ndërkohë Kremlini deklaron se qëndrimi i presidentit amerikan mbetet i pandryshuar dhe hedh poshtë pretendimet se Trump ka ndryshuar qasjen ndaj konfliktit. Zëdhënësi Dmitri Peskov tha se presidenti rus dhe ai amerikan kanë rënë dakord të vazhdojnë kontaktet në ditët në vijim. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky në një intervistë për Financial Times tha se Trump po e sheh luftën në një këndvështrim të ri, sidomos pas suksesit të sulmeve ukrainase me dron dhe objektivave energjetike ruse. Sipas tij, presidenti amerikan dëshiron të identifikohet me suksesin dhe me një zgjidhje që mund të sjellë fundin e luftës, por pavarësisht optimizmit të shprehur për një armpushim të afërt, Rusia ka zhvilluar së fundmi një sulm masiv ndaj disa rajoneve ukrainase, duke shkaktuar viktima të plagosur dhe dëme të konsiderueshme infrastrukturore. Atëherë rikthehemi për të diskutuar edhe këtë pjesë që ka të bëjë në fakt me Ukrainën në veçanti. Sokol, ajo që dua të pyes në fakt është bisedimet të paqes midis Rusisë apo delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës janë mbajtur në Turqi dhe kanë qenë me sa mbaj mend bisedimet e para për të arritur një lloj armpushimi apo paqeje midis dy vendeve. Mendon që është ende e mundur që të mbahen përsëri përfundimtare këtë herë, të mbahen në Turqi? Sa është e mundur? Por në fakt dy të parat kanë qenë në Turqi, njëra në Istanbul dhe tjetra në Ankara, ku kanë qenë edhe ministri i jashtëm ukrainez dhe rus, por nuk u arrit një gjë të tillë dhe më pas dëgjojmë fjalimet e Zelensky që tha Anglia nuk na la neve të shkojë një paqe. Kurse për tani Erdogani vazhdimisht prononcon që tavolina e paqes finale të jetë në Turqi, pra ne jemi të çdo gjë jemi në gjendje të dhullojmë, të japim, të ndihmojmë që kjo të jetë, pra të kemi një paqe, por me sa duket do ta shohim nga geostrategjia amerikane e cila nuk lufton direkt me një vend, por dita do mësojmë me këtë lloj mënyrat e cila tashmë ka një prioritet edhe Kievi, duke parë në kuptimin e mirë të fjalës, jo se po e mund Kievi Moskën, por po e dëmton, domethënë aq sa që Rusia nuk ka pritur që 100 vite kur dëmet e tilla në mes të Moskës, dhe kjo është një plus për Zelensky, por a do kemi një paqe të afërt, jo, edhe ato deklaratat e Trumpit në fakt do t'i shohim pak edhe me pikë pyetje, sepse Trumpi që ku ka ardhur po mbaroi këtë luftë, po mbaroi të luftë, shkoi edhe Putini në Alaska, u takuan, priçin një ditë, 2 ditë që ashtu dhe asnjë gjë nuk ndodhi, sepse Amerika ka një strategji, pavarësisht se Trumpi është lider dhe shumë gjëra vendos vetë Trumpi, por ajo politika e Amerikës do ta shohim për dekada me radhë, të cilat për të qenë xhandari vetë në botë ja ka arritur me sukses pa asnjë mangësi deri në sot. Pra, të gjitha forcat që kanë qenë kundërshtar të saj ka arritur t'i rënojë në thojza avash ku tashmë është edhe Rusia ku është shumë afër sepse të shpërthejnë bombat në gjërat më strategjike të Moskës. Kjo me të vërtetë që është një gjë shumë e madhe për rusët, por edhe vetë për Kremlinin. E kuptoj. Sokol, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë vërtet. Falenderit shumë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ishim me Sokol Brahi, i cili na u bashkangjit nga Turqia, natyrisht kemi folur për samitin e NATO-s atje. Pjesa e fundit kishte të bënte me Ukrainën dhe bisedën për Ukrainën do ta vazhdoj edhe pak me zotin Xhavit Çala, që vazhdoj ta kem në studio, ekspert i sigurisë, profesor. Edhe ajo që duhet ju pyes është në fakt duket sikur Zelensky është në një pozicion goxha më komod se çka qenë më përpara, qoftë në takimet me presidentin Trump, por edhe në samitet të tilla të NATO-s, fal teknologjisë ushtarake, që realisht e ka shpëtuar Zelensky, por ka shpëtuar në një farë mënyrë edhe Ukrainën, apo jo? Edhe Europën. Edhe Europën, po, patjetër, sepse është Zelensky, Ukraina nuk është më ajo Ukraina e dikurshme, ajo Ukraina
që sapo godit nga lufta, tashmë edhe Zelenski ka një profil tjetër, është më i besueshëm për rezistencën që po bën. Europa, sidomos pjesa NATO, sidomos pjesa europiane, por edhe Kanadaja, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në fushën e inteligjencës kanë dhënë një mbështetje të fuqishme. Dhe një nga vendimet e këtij samiti do të jetë, besoj, ajo që do vazhdoj mbështetja e Ukrainës. Bile diskutohen shifra fillimisht u diskutu për një shumë 20 miliard euro në 2016 dhe 20 tjera 2017, po sot ka qarkulluar një shifër që bën fjalë për 70 miliard euro vetëm derisa të mbyllet 2026. Shumë para. Dhe ato në fakt pastaj ndahen, se nuk është se i jepen para në dorë. Nuk diskutohet, këto janë ndihma, janë për trajnime, për pagesat e tjera, por që lidhen me luftën dhe Europa, përfundimisht Europa e ka kuptuar që çdo investim në Ukrainë, çdo harxhim në Ukrainë është investim për sigurinë kombëtare të shteteve të Europës. Absolutisht. A do t'ja japin sistemin Patriot? Mendon që do të bëhet? Për sistemin Patriot ka krizë të madhe. Domethënë për prodhimin e këtyre dhe amerikanët kanë harxuar një sasi të konsiderueshme në konfliktin tjetër në Zelenski në fakt po thotë, okay, nëse nuk mund të shiten, atëherë vetëm na jepni patentën dhe ne e prodhojmë vetë. Po ta kesh parasysh paralelisht, këjo ishte interesante këtij samiti, ishte që u bë paralelisht me një forum të ndërmarrjeve të mëdha që merren me prodhimin e armatimeve. Dhe aty u thau për nënshkrimin e një investimi që do bëjë pra një pjesë e këtyre pjesëve të raketave pra të prodhoheshin në Europë. Nuk u tha, Zelenski ka kërkuar në fakt edhe në takime me presidentin Trump, ndërkohë që në takime me lider tjerë për lloj të tjera armësh, po që janë po kaq të rëndësishme për mbrojtjen antiraketore si me Gjermaninë apo me tjerët, Zelenski ka bërë marrëveshje bile edhe me Britaninë, kështu që presidenti Trump shoh që ka ndryshuar qëndrim. Për mua është shumë e rëndësishme që presidenti Trump u rikthye si negociator, si ndërmjetës, sepse ai fillimisht i dëshpëruar hoqidor fare, edhe indikuar edhe nga konflikti në linjën e mesme. Dhe fakti që ai ka besim që kjo mund zgjidhet, unë nuk mendoj mund zgjidhet sepse është rritur presioni i Ukrainës. Presioni i Rusisë nuk ka ndryshuar, Rusia vazhdon të jetë akoma të besoj në marrëveshjen e Alaskës, e cila për presidentin Trump dhe për pjesën ka vjedhur goxha ushë atëre. Kështu shikojmë nëse mundësia më e madhe është që nëse presidenti Trump, duke patur parasysh edhe humbjet të mëdha të Rusisë, bëhet fjalë që 42% e kapacitetit rafinuese të naftës ka dalë jashtë përdorimin. Po kjo është ekonomia ruse. Rusia nuk ka... Po dhe ne në fakt me folur gjithë të ditë dhe vazhdojmë të flasim se cilat janë pasojat reale të goditjeve Ukrainës. Kjo mund të... Putini mund qej një shkak dëshkoj si puna konfliktit Iran me Shëban që të dy palët të dalin fitimtare. Edhe këtu duhet që edhe Putini... është mund ngrirja konfliktit njërë në vijat e frontit, dhe një armë pushimi përkohshëm fillimisht, fillimi i bisedimeve është një hap që mund ta ekstensionojë. Le të shikojmë, në fakt le të shikojmë si do të shkojë, sepse do doja ta mbyll këtu këtë blok dhe të diskutojmë sot edhe pak natyrisht për lindjen e mesme, sepse është me kaq shumë rëndësi, por nga një prizëm tjetër. Evropianët dhe lindja e mesme. Dhe jo rastësisht, presidenti francez Emmanuel Macron, i cili e mbyll mandatin e tij vitin tjetër, ka bërë disa udhëtime në lindjen e mesme që janë vërtet interesante. I fundit është në Siri dhe është lideri i parë evropian që e viziton Sirin pas ardhjes në pushtet të Al-Shara, pra ndryshimit ikjes së Asadit dhe ndryshimit të regjimit në këtë vend. Por, për fat keq, sot pranë hotelit ku ai presupozohej se do të qëndronte, ka pasur shpërthime me bomba. Janë 18 të plagosur, të paktën sipas shifrave të fundit. Do të shikojmë, shpresojmë që numri i viktimave, nëse ka viktima apo numri të plagosurve të mos rritet. Por gjithsesi kjo ka ndodhur. Ndërkohë, Macron ka vazhduar vizitën, është takuar me presidentin Al-Shara dhe në fakt Elizeja vet ka thënë se presidenti Macron nuk i ka dëgjuar këto shpërthime. Pra është një përpjekje për të treguar një Siri e cila me të gjitha këto probleme që ka, megjithatë po funksionon. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi për ta diskutuar me profesorin Xhavit Shala.
Shpërthime të fuqishme tronditën zonën pranë hotelit ku ishte planifikuar të qëndronte presidenti francez Emmanuel Macron gjatë vizitës së tij në Damask. Sipas mediave lokale raportohet për 18 të plagosur, përfshirë 4 oficerë policie. Sipas burimeve të sigurisë, mjetet shpërthyese u aktivizuan pak para takimit të tij me presidentin sirian Ahmed al-Shara, ndërsa rrugët u bllokuan menjëherë dhe forcat e sigurisë shtuan masat mbrojtëse. Dëshmitar në vendngjarje raportuan tym dhe shpërthime në afërsi, megjithatë pallati Elise bëri të ditur se Macron nuk i dëgjoi shpërthimet dhe vijoi agjendën sipas planit. Vizita e presidentit francez në Siri konsiderohet historike pasi është e para e një kreu shteti të një vendi të Bashkimit Evropian që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assad në vitin 2024. Mbërritja Macron në Damask shënon një etapë të re në marrëdhëniet mes Europës dhe autoriteteve të reja siriane, në një kohë kur vendi përpiqet të dalë nga më shumë se një dekadë luftë dhe destabilitet. Në aeroport, Macron u prit nga ministri i jashtëm sirian Asad al-Shaibani, ndërsa më pas zhvilloi një takim me presidentin Ahmed al-Shara. Në qendër të bisedimeve ishte rindërtimi i Sirisë, bashkëpunimi ekonomik, lufta kundër terrorizmit e rivendosja marrëdhënieve diplomatike mes Parisit dhe Damaskut. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Macron deklaroi se ndodhet në Damask për të riafirmuar mbështetjen e Francës ndaj popullit sirian dhe për të kontribuar në hapjen e një kapitulli të ri stabiliteti dhe paqeje. Ai theksoi se Siria duhet të mbetet sovrane, e bashkuar dhe të garantojë respektimin e të gjitha komuniteteve që jetojnë në vend. Nga ana tjetër, presidenti Ahmed al-Shara ka premtuar ndërtimin e një sistemi politik gjithëpërfshirës pas marrjes së pushtetit. Vizita Macron zhvillohet në një moment kur Franca mbështet procesin e normalizimit gradual të marrëdhënieve me Sirinë. Bashkimi Evropian ka hequr pjesën më të madhe të sanksioneve ekonomike ndaj Damaskut gjatë vitit 2025, ndërsa ka lënë në fuqi masa kufizuese ndaj individëve të lidhur me regjimin e mëparshëm të Bashar al-Assad. Atëherë, siç edhe pat nga kjo kronik, është patjetër imazhi që kërkohet të jepet është ai i një Sirie të re. Profesor, ka interesa të veçanta franceze në Siri? Absolutisht. Siria dhe Libani kanë qenë në ndikimin francez për shumë kohë. Dhe po ta kesh parasysh edhe për çështjen e Libanit, Macron është shumë marrëveshje midis Francës dhe Italisë. Shumë i interesuar për gjendjen e tanishme, sidomos edhe për ndërprerjen e sulmit izraelit. Është shumë i interesuar. Macron ka qenë investuar direkt. Por vizita e tij në Siri ka një rëndësi të jashtëzakonshme diplomatike për president Macron, por sidomos për Sirin, për presidentin al-Shara. Është shumë e rëndësishëm, sepse kjo tregon që Siria po pozicionohet si aleate, pra edhe po rritet roli i saj në rajon, është një aleate e fuqishme e Turqisë, është njëkohësisht ka disa probleme me Izraelin, si pasoj të Izraeli po përpiqet që ta mbajë pak në sipas interesave të tyre, se secili punon për interesat e vetë të sigurisë kombëtare. Dhe vizita Macronit është mjaft e rëndësishme sepse e tregon jep një mbështetje për ndërtimin e një Sirie demokratike. Pra po të shohësh edhe mesazhet që u dhan, do ketë zgjedhje, do ketë përzgjedhje, do ketë qeverisje nga gjitha komunitetet. Pra kjo është mjaft e rëndësishme dhe al-Shara po bëhet një interlokutor shumë i rëndësishëm i Sirisë me perëndimin. Kemi parasysh pritjen madhështore që u bë edhe nga presidenti Trump, sidomos në takimet në vendet e gjirit e tjerë në Arabinë Saudite në fillim. Pra, shohim nga ana tjetër, normalisht që kjo mund të krijojë probleme me të tjerë, pra qoftë me pjesën e përmbysur pra të regjimit, të cilët ata mund të kenë tentakulet dhe ai sulm me bombë pikërisht pavarësisht se ai nuk e arson fare vizitën, edhe nuk ja ul vlerat. Megjithatë është një reagim i dhunshëm që duhet kjo do dalë edhe nga hetimet, deri tashmë nuk ka patur asnjë grup që ta marrë përsipër që ka bërë këtë. Mund të jenë nga segmentet e ISIS-it, nuk do të harrojmë, Siria nuk ka më shumë se 2 vjet që ka dalë nga luta. Dhe shumë herë për të thënë që është stabilizuar gjendja e sigurisë. Ndërkohë që ka patur probleme. Kjo pyetje kështu, profesor. Edhe nga pikpamja e sigurisë, sepse është një model interesant. Vetë Ahmed al-Shara vjen nga ato grupe militante. Por, në të njëjtën kohë, është një model se si mund të transformohet në një lider
le të themi në këto që ne jemi mësuar t'i themi normale, dhe që për atë pjesë të botës po funksionon shumë mirë, të paktën me sa shikojmë deri tani. Kemi një qeveri siriane të Al-Shara, i cili zyrtarët e cilit shkojnë në Liban, përpiqen të rivendosin marrëdhënie normale, po bëhen përpjekje që të ketë një marrëveshje me Izraelin, midis Sirisë dhe Izraelit, ndërkohë që për ish të së vërtetës ka mësuar që edhe të mos përfshihet në konflikte të cilat nuk i sjellin asnjë të mirë Sirisë. Apo jo, e kam fjalën qoftë Irani apo qoftë një konflikt diku tjetër. Mendon që është një model interesant, i mirë? Është një evolim shumë i jashtëzakonshëm, domethënë ai nga një luftëtar që ishte i lidhur me ISIS-in, kjo do të thotë që njeriu ndryshon kur përballet me të vërtetën, kur sidomos pasaj nëse ai lidhet me interesat e tij të sigurisë kombëtare, dhe arrin të qartësohet në vizionin e tij për shtetin dhe për të drejtën, është mjaft e rëndësishme që ka qenë edhe politika amerikane në fakt që edhe ato organizata që dikur ishin organizata të njohura si organizata terroriste, por që kishin ndikim, sepse nuk duhet të harrojmë që një pjesë e organizatave kanë ndikim në popull. Atëherë, cili ka qenë metoda më mirë, ka qenë që të lejnë armët dhe të vinë në kutinë e zgjedhjeve. Pra të lejnë armët, të kthejnë në formacion politik, të garojnë të marrin pushtetin. Kështu funksionon dhe Amerika e ka nxitur këtë. Kjo është bëhet edhe nëpërmjet, po synohet edhe nëpërmjet Hezbollahut. Po Hezbollahu do të marrë pushtetin, do të jetë një forcë politike e armatosur. Nuk mund të ketë në demokraci forcë politike të armatosur. E kuptoj. Ajo pasaj është edhe prandaj në fakt ka pasur lëvizje atje, por do doja që në këto minuta që na kanë mbetur në mënyrë shumë koncize, nëse mundemi, edhe një çështje tjetër sot ka qenë gjithashtu e rëndësishme dhe është e rëndësishme për Evropën dhe ka të bëjë pikërisht me Marine Le Pen, vendimi i gjykatës së apelit në Francë. Do ta ndjekim këtë material dhe dua të rikthehem ta diskutoj dhe këtë në minutat e fundit me profesorin Xhavid Çala. Një gjykatë apeli franceze ka vendosur mbi apelin e udhëheqëse së ekstremit të djathtë Marine Le Pen kundër ndalimit të saj 5 vjeçar për të marrë pjesë në zgjedhje. Gjykata mbështeti dënimin e Marine Le Pen për keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian, por shkurtoi ndalimin e saj për të kandiduar për poste të zgjedhura, duke rihapur potencialisht rrugën udhëheqëse së ekstremit të djathtë për të kandiduar në garën presidenciale të vitit 2027, por me një byrzylyk elektronik, të cilin ajo ka thënë se është i papranueshëm. Megjithatë, gjykata vendosi që Le Pen do të vuajë një dënim me 3 vjet burg. Gjykata tha se 2 vjet u pezulluan, por urdhëroi që ajo të mbante një byrzylyk elektronik në kyçin e këmbës për 1 vit, duke e bërë fushatën presidenciale të vështirë politikisht dhe logjistikisht. Gjykatësi e dënoi Le Pen me një gjop prej 100.000 eurosh. Le Pen ishte dënuar më parë me 4 vjet burg dhe 2 të tjerat në arrest shtëpiak dhe një gjop prej 100.000 eurosh. Tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë kryeson në sondazhe më pak se një vit përpara se presidenti i qendrës Emmanuel Macron të mbyll mandatin. Nëse Le Pen nuk kandidon, i mbrojturi i saj popullor, Jordan Bardella, do të ishte kandidati i tubimit kombëtar. Dënimi i Le Pen në vitin 2025 ishte për përvetësimin e më shumë se 4 milionë eurove nga fondet e BE-s për të paguar stafin e partisë. Atëre, profesor, shpejt, domethënë për kaq minuta sa kemi këtë të fundit. Gjykatat e Franca tregon që ka një gjyqësor të pavarur, normalisht që nuk përkulet para profilit të një politikane. Për Le Penin ka patur denoncime, po them edhe informacione që kanë marrë financime edhe nga Rusia. Këto kanë dalë para disa vitesh, po nuk u arritën edhe nuk u profesor, për shkak të minutazhit, sepse kam vetëm 1 minutë kohë tani. Marine Le Pen, gjykata e lë të hapur rrugën që ajo të mund të kandidojë, nëse dëshiron, në zgjedhjet presidenciale, por me atë byzylykun e famshëm nuk është normale në kyçin e këmbës. Pra, mund të ndodhë edhe vetë në koment ju e trajtuat që si do bëj fushatën me byzylyk, plus asaj ajo është pastaj ndikon shumë edhe në tek zgjedhjet, në imazhin. Domethënë një e burgosur, se nëse lëviz me byzylyk je gjysmë e burgosur, po themi, arrest shtëpie, edhe ti do lëvizësh për fushat
për lëvizje duhet miratim. Pra, është pak sa e çuditshme, domethënë do të jetë, nëse do të jetë rasti i parë. Ashtu në fakt ishin komentet dhe pikpyetja ishte në një nga mediat franceze ishte kështu: a do të ketë Franca një presidente me byzylyk të tillë? Edhe ishte shumë interesante, një humor tipik francez. Profesor, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë. Ndërkohë, miqtë e mi, ne patjetër që në fund lajme të cilat nuk bëhen dot lajme kryesore, por ne i përmbledhim bota në 1 minutë. Ukraina lëshoi më shumë se 430 dronë drejt Moskës gjatë natës 7 të martën. Kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit, një person u vra në një sulm ushtarak industrial Ukrainas në rajonin e Belgorod të Rusisë. Ushtria e Ukrainës tha se goditi 2 uzina të lidhura me kompleksin ushtaraku industrial të Rusisë në rajonin e Bryansk gjatë natës. Një uzinë kimike që prodhon barut eksploziv dhe përbërës karburanti raketash që përdoren në prodhimin e municioneve dhe raketave u godit gjithashtu në rajonin përreth. 10 militantë sulmon një post policie gjatë natës në Pakistanin jug perëndimor duke shkaktuar një shkëmbim zjarri intensiv që vrau 9 oficer policie dhe plagosi disa të tjerë. Ishulli i vogël i Rotës ishte më i prekuri pas një goditje të drejtë për drejtë nga super tajfuni Bavi me erëra deri në 290 km/h duke rrëzuar pemë dhe linja elektrike si dhe duke ndërprer furnizimin me ujë. Tubacione të shumta uji janë thyer dhe shumë shtylla elektrike kanë rënë duke lënë të gjithë ishullin pa shërbime thelbësore. Dhe si gjithmonë në fund një video interesante, patjetër që do të vazhdoj të ketë të bëj të paktën në këto ditë kaq të nxehta me motin, raportojmë për temperaturat të larta, raportojmë për zjarret, por sigurisht që raportojmë edhe për përmbytjet aq më tepër që kanë shkaktuar edhe viktima në njerëz. Pamjet që po shihni ndërkohë janë në Indi dhe janë përmbytjet në Jammu dhe në Kashmir të Indis, janë pamje në fakt që vinë sot nga dita e sotme, kanë dëmtuar shtëpi, automjete janë plagosur disa banor, ndërkohë pamjet filmike tregojnë automjete të bllokuara në Baltë dhe natyrisht të mbeturinat, të shpërndara, rrugët që janë dëmtuar. Dhe në fakt në pamjet filmike mund të tregoheshin dhe duke në fakt edhe shinat e kurudhore të përmbysura në Maharashtra dhe rrugë të përmbytura në Gujarat, ndërkohë që Departamenti Meteorologjik i Indis ka paralajmëruar përreshje të mëtejshme të dendura në shumë pjesë të vendit, ndërkohë që përparon musoni jug perëndimor, sidomos në këtë kohë të vitit. Patjetër ajo që ne vuajmë këtu si temperaturat të larta, India vuan me përmbytjet. Në pjesë të tjera të botës, siç është Franca, Portugalia apo Greqia, vuajnë natyrisht situatën e zjarreve. Dhe me këtë do ta mbyllim edhe World News për sot, vazhdo që jemi përsëri nesër, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me edicionet tona të lajmeve për informacion të plotë të detajuar nga çdo qoshe e botës, në çdo 24 orë në vazhdimsi. Bashkë jemi nesër, deri atëherë mirupafshim.